Gjëll këtë ras. Krejta? S'po prezentohen be heq se na. A me qitë ma ofera ma largë, no? Shush ke qefte me mojtë? Jo, në kanë qef pak ma poshtë. Apo, Mos më ndollë ftyrë. poshtë. Përshene kur jam mysafir, sot s'kena nevojë mu prezentu heq, na njem më te. Pej fmi njem. Sot na pat na 19, 20 kur i na njoft. Këgjari e kon. Po na 19 kur i morë për herë por në Kosovë. Je kon fresh fmit, kështu domethënë. Femna e por seksi në Kosovë që pator Gjuli. Ka dole, se tha ka femna e por seksi. Se niva diçka tjetër thash mos, po kesh kuptoj njerëzit. Se ç'a thash? Po. A menove që thash femna e por që kom bo seks me ta? Ç'është ta niva? Jo, more. Thash nuk është e vërtet. Ti ki shef, po jo. Jo, ani kam qef, i kom thonë Ronaldos Juelis, po tham që Gjol, a je person që feston shumë Valentinën, se dje ke shumë Valentine? Une, pivjen sot në 2 mëngjesit ku morë për Zvicrë. Kështë që 2+2 bëj vetë kalkulimet shka që është tek. A festoni me kështut? Unë e festoj gjithmonë, edhe nëse si jam lidhje e festoj Shën Valentin, i blej vete dhurata sa të moj, blej lula, e qoj vetën darka ndreka, shkoj shopping, investoj në jetën tem. Cila dhurata ma e mirë që ja ke bu vetës edhe që ja ke bu dikuj për Shën Valentin? Vetet ja ku bo për Shën Valentin, një apartamente po ta blej për Shën Valentin. Ka qenë koha e Shën Valentinit kur kam qenë Londër për atë 8 vite, edhe është një ndjesi shumë e bukur kur i kam marrë qelsat bashkë një ditë mas Shën Valentinit u kanë, edhe pa ta lyja, pa ta rrugullu banesën, edhe diçka kur hi kështu me sa balloke, me një shampanjë, me një gotë kristalit. Te ketë vetë? Ketë vetë, do të thonë, s'kam nevojë mu knosh vish me pot dika në ofer, unë knosha me vetën. S'kam nevojë mu plotsu, unë jam e plotsu në vetë. E ku në dhurot vetës banes për Shën Valentin? E kum ble edhe kërë vete për Shën Valentin. Dikuj tjetër që i kum bo dhurot u kon një, që ka qenë jo shumë e kushtushme, si banesa se një kërë, po u kon kogja kushtushme. Njeri unë që kum dosht shumë, që fatkesish nuk eksiston mo, ja pa ta bo dhurot për Shën Valentin me shku, au kon ditlindja atina Shën Valentin që ato dikun e ka pot. Me shku 3 javë, i na shku do të thot 3 kontinente pushim. E keni vizitu 3 kontinente? Po, mrena që ato e këtë Shën Valentin, çfarë dhurate ja ke bu vetës? Vetës, për këtë Shën Valentin do thot kamioni sa po iki prej fabrikës Gjulit, shkoj Gjermani edhe në Zvicër, kështu që është dhurata me e modhe sot për mu. A do me thonë tash këtë Shën Valentin vend që marrë gju pare, Gjuli të fitu pare, ka ndryshu hesapet. Ja, unë mendoj që për Shën Valentin normal që unë i vetit gjithmonë dhurat, edhe nëse nuk marrë dhurat për dikuna, po ky Shën Valentin ka qenë shumë i mirë, i bëj shumë, kështu që edhe nga ona biznesit, edhe nga ona sentimentale, edhe nga ona e vetvetes, kështu që kjo është po do kërë me do syza, me do. E ke ditë që vnojnë syza gjithë. Po, e përshëta faktikisht i vnuva, se tash kjo gjithmonë cool është, tash qysh mos me kon tepër serioze se qysh to kesh më punë mëngjes, tash hajtë se pi vnoj një por syza do këna dhone cool si ti. E qa ki ndur, se po t'isha dur të ledha, a e rejme na i gëna jo si më rej, po, kum punu të nditën sot paketim, se kina pot pak një rast urgent, mi që pitet për distributim të Kosovës. A i ndresh vetë pitet gjëllë? Po, unë i kam tash 30 punëtore, janë ato që i përshëndes, jo nuk i bëj, po e posh që kanë sasi ma pak punëtore, e hina unë normal që unë i hi kritë punë, do të brumi, të paketimi edhe, kjo është mënyra e dorës tem që më kanë i 4 E ke qëtën që të stel me Versace, a je Versace që e? Jo, kjo është Gucci. Gucci, po, se s'pi. Nuk është rëndësia a jenë Gucci, unë edhe me Apon nga dalë, se kam problem se I'm cool lady. S'ko lidhe valloj. Edhe unë mendoj, nuk është më rëndësi kush të vesh, është më rëndësi çka vesh. E vërtet. Kush e vesh. Gjëllë se na ke orë me pite, po. Kena mi hongër mas podcastit. Kësmet. Gjëllë shpo të shkam me biznisi piteve, na ke orë me pite sët, bravo. Unë e fakt nuk hongër pe djeshit që kesh në Zvicër, kështu që pe marrë një copë që to, e pe ho. Një, valida. Unë falë nuk po bëj trosha, bona pak, po i fshim avon. Kështu që shkuva ndrej në fabrik, sot i kena pot urgent me qu një kamion për distributim në Gjermani edhe në Kosovë, kështu që u do të më shku edhe me punu dhe pse nuk punoj çdo ditë ato, po kur është hesapi që që duhet ma shumë fuqi punëtore, shkoj. Sa po kushton një pite me blenjere? Një pite kushton në Kosovë 4,99, normal me fletushka del 4,30, 4,29, kështu që për 2 persona ose 3 persona është shumë e arsyeshme, se sot nër 5 € mundesh as me hongër kërkon jashtë. Kështu që për mua kjo është ëndër që u kthy realitet që më fuqizu mas pori gruan, sepse liria e një grua fillon kur ki lirin financiare, po, krejt gra i kam edhe për mua është shumë e rëndësishme liria financiare, se atëherë merr gruaja komte dhe merr lirin e të qenurit gru. E kështu që unë e moj men kjo lidhet tash për fëmirin kur ju më konë 8-9 vjeqe, 98 mbobi
vendosi me shku në luftë edhe qatë ditë e pret ke do të me shku në aeroport edhe në renditi 6.000-ve ren, unë jam kome e vogla. Edhe i kam, nëse unë nese nuk thina për Kosovës, për luftës Kosovës gjallë, i kam 3 amanete. Tha mu martu me shqiptar, me kry ka një fakultet edhe me investu tek me qenë sa më të aftë si fëmija e xhemes, edhe e treta u konë që kur mos me harru dashin e Kosovës, më kthy në Kosovë një ditë dhe me investu në Kosovë. Okay. Me fuqizu Kosovën. E kështu që kjo është për mu një realitet që u konë dikur ondër që unë kam qenë 8 vjeqe, ai fëmijë i vogël që ja ku morë bobit shumë serios këto fjollë që akoma ja marr. Sa të dy të porat halos ja ke kry? Ja i kom kry shumicën. E kështu që për mu u konë shumë e rëndësishme sot, janë 30 gra që punojnë, nona shqiptare që punojnë këtë pite, janë gati 1000 pite në ditje bohen dhe kemi distributim Zvicër, Gjermani, kena bo kontratat, kena bo Shqipëri, Kosovë, Macedoni, pritet edhe 8 shtete këtë vetë mu përfundu. Gjëll, a i bën matë mira të pite dhe Amir Ramoni pizzat. One 100 herë matë mira. Për një me? Ndoket pizzat. Pitet e mia janë matë mira në botë. Për një me? Të e di që ke hongër vetë? Unë e niva që Ronaldo s'ka dosh me konë me ty veç që u tutë që Petrosh para kampionatit botëror. 2016. A 2016 para në gjëllë kish hongër e pite dhe në 2026. Për ndryshë na kena edhe një special guest, një musafer. Oh? Po, është befasi. Mos është Benzema Ronaldo. është tu më shef që atje në vëcej shkreti. Kështë që me neve sot ko me kunë se po do mu së pak gjell me ty. Ani, s'ko gole ti, din që ne ballafaqimet i kam kështot i hopër me ngjes. Kështë që me neve vish dhe sot vjen, hajde o birë! Ronaldo, se pjesha trupin. Ku je zamra jam, a e lodh? Fort për tikon ashtu pite me spinaq, për shta u boka është ma i fort i mbot, se spinaqin e gjurit pëhen. Qërë be gjëllë qarë frajere ke mujt me posë dhe me thonë. Po jo, por kë nuk është shqiptare, sa po ta thash unë arsyet pse unë e kam amanet për i babit. Ja kom jep fjallën dhe unë e moj fjallën, jam njëri fjallës. A do me thonë baba e të është arsye që si e me Ronaldo në morë? Po ka shumë arsye pse nuk jam mos, kur si më kanë, mos me janë gjithë fjallën. Po si a ke jep? Jo, po si kom jep mundësi, na me pot najsen ma shumë, përveç u ka një muhabet shumë i mirë, i qiltër të kaqë. E qatë dhe i ke po shërë, e pse njerëzës po të besojnë dyqysh për që të sen? Po ti që më njef që në 20 vjetë e dënë që në... Pas arab të në menej që ti Ronaldo në ke shtin dhe u dashuru në ty. Ja, u konë veç, i na konë pushim 3-4 dit shëqnisht, se u dashuru për 3-4 dit. Me klik të Ronaldo si në konë kështu më pushim njëre, ja? Jo, i na konë pushim me shoqet e tuna, i me shokët e vetë, po kina nejtë bashkë, po shumë djali mirë, thjesht unë s'kam kur farë një diçka negative me thonë për ta, ndryshë nga të lojtarë tjerë, për shumë dhe shqiptarë, ka shumë agresiv, arroganta, lojtarë futbolli, po mendoj edhe basketbolli që i kom njoft në i herë, mama ti po flasë. Te din fort mirë se unë mendoj që njeriu qash ma i arritur është, qash ma i thjesht është, qash ma pak, a muj me thonë, pipe qëtë në këto. Qash ma shumë javjerë në altë. E gjëll. E kjo është njëri tepri thjesht. Qa është dhe Ronaldo po shërë, kalë se podcast e lypë shto pak zjarë dhe... Po se ti qysh, unë mendoj që muhabeti ju ka qenë ma shumë kohit vjenë, si kjo është shumë familjar, ka që me kriju familje të madhe, në atë kur nuk e kishte Gjorgjinën faktikisht e ka njoftu fund 2016. Kështu që ai pyet ke ma shumë rreth çfarë tradite, vlere, i pata tregu që jam shqiptare, jam shumë krenare, i pata tregu për luftën e Kosovës e kishin dëgju, i pata tregu që si sa në tjeshta që njëri flet. A, dhe ke Ronaldo Kosovë njëri, a? Edhe ma pat bo, nejse ma pat bo, kur patën fol, pse unë jam shumë krenare me qenë shqiptare, ma pat bo tha, a ki problem në herë mu lidh me ju shqiptar, tash po. Ato e ka dit aj që s'kena ardhë me rinjë. Ja, prejve kom të. Po, ju kom, po, që shumë mendoj që do të mja të regu njërit sincerisht. A se le as më të puth njëri, a? Jo, ta më puna. Po një me, a të në taj Ronaldo? Ja, se shëqnisht i nakon kalla blak. Po veç ta pas ka mo të pulsin pak, a vëdem. A vo, nuk e di për me mo po të pulsin. Po ja kështë mësu Shqipen me njëri. Jo, e gjoku nuk bëhet ujë. E qysh, se që ke dhe që ke interesant, e pse ke prej turtën me Benzemën? Sepse konë ditë lindje tina dhe u rrasën këtë njerëzit të tortë, ja 2016-17, po flasë për 10 vite, Dubai. On fire je konë qatë? Jo, po unë fakt nuk jam konë fire, po puna unë ka bo që unë me udhtu shumë, pasaj i njofsha njerëz dhe që shto, që janë, se te din që unë kom punu për banking, high net worth clients, do të njerëzit që kanë shumë portfolio të madhe,
investimeve, edhe pastaj kur shkojsha u takojsha me njerëz, tani ai kish ndikan shok, jo çështoj u lidh ke puna që gjithmonë bishum dorë ka drejka çdo mbrëmje, dikon pastaj u njoh shumë çështo me njerëz. E me Benzema në Dubai na pat konja ai me shoqëni të vetur, me shoqëni tam, bile një shoqe finlandeze pata atër me veti, edhe që tash se më shkaj njerëva një send dikosh diçka më tha para 2-3 ditë dhe bona Google veten, edhe akoma ishim fotot nëse klikon në ditëlindjen e Benzemas ku jam unë me qikat në ditëlindjet tina. tina. A s'është AI domethënë? Jo, nuk Benzema nuk është AI. E çu thirrë, hajde thotë prem tonë. Jo, se na kem shoqënisht, na veç një natë më herët patum dole, patum shku në klabe, patum hon Ama darka. Benzema s'ta ka sill, dasta, ha? Sot tipi jemi. Pse? As pak A ty arrogant. të pëlqejnë se me gella? Jo, mu më pëlqejnë asen që janë gentlemana dhe që janë njerëz besnik për atën që janë. Okej. A kone futbollist tjetër gjëllë që se Ja, mo, jo, ta miralitet Për mene dhe një, për mene. Ja, s'po për mene. Se unë mendoj që ajo koha 20-tave, sa të rikun po të sojë, 28-27 vjetë, do të atër 20-tave normal që kur t'jesh që se femne që u punon shumë, u thonë shumë, bjen mu taku me shumë. Bukur. Unë nuk mendoj që jam e bukur, unë mendoj që Ja, mu seksi e pozitiviteti, energjia jam... Seksi e birë, jam birë. Faleminderit. Unë mendoj që energjia jam e njerëzit i bën për veti. E vërtet njerë. Se unë mendoj që, okej, unë e di që jam zgjedh 2-3 herë mes, po unë nuk mendoj që mes jam zgjedh veç për i bukurisë, jam zgjedh se ndoshta që kun fol 4-5 gjuhë, ndoshta që jum kon mjeksi, ngjofse. So gjuhë i fol gjëll? Po i folëm kogja shumë se në skandinavisë kena çore pa mësu suedishten, shqipen, anglishten, nëse shqipen shpe, estonishten, tani pak rusishten, tani. A foli rusisht ta? Niçevo da. Çaj vjen. Kogja. Ai kum harru bilet ato që kum po. Na Finlanda është kopë me Rusi, kështu që shpesh herë në Kovolla kur kum jetu një qytet afër Rusisë, normal ka shumë ruse, tani me shoqni i mësojsh edhe gjuhën. Se pas na di që fol rusisht. Po finlandishtja është për mu gjuha me bukra në botë është shqipja, po gjuha që unë shoh akoma ëndra është gjuhë finlandeze. Finlandeze. Po. Gjëll, pse nuk po bën fëmijë vëlla më nai moshkull, po që 3 herë jetu provu me IVF. IVF, o çfarë? Jo, IVF njerëzit e bojnë edhe kur janë të martuar. IVF do me thonë veç mi ngri vezët, nuk do me thonë me bo thmi. Ti e do e bo pa moshkull, aso po moshkull në po du veç Kosovë. mi ngri, jo, ko mashkull sa dush, po jo rangut që unë e mendoj me prezentu prindëve të mi. Cili o rangu e gjëll? Po rangu jam është dikush që është shumë besnik, një person që është shumë familjar, një person që e këshyr punën, që e çon familjen përpara, që mbështetet te gruaja, te partnerja për çdo gjë, gjithashtu edhe partnerja te burri vet. Kështu që unë kur e shoh një prind Bobi e nona jam janë të martuar që 46 vjet. Akoma ata një det nuk mundesh mi ndo, përveç lufta që i ka do që nuk ndohen ata. Apo pudhën halo e kanë. Mos e tani mbizgat nona pse po fut. Ai keni na herë tu pudhën. Po që ja për shofën e sane. Kjo është kur unë kam një role model. Kur gjë veç krytu të i dhin momit. Kishe birri. Kur e shoh në role model prindë mi që akoma dashurojnë atë shumë. Po si lidhje njerë. Për mua është shumë e vështirë me pranu diçka që është gjys. Unë ose jam 100%, e detikune vetëm të një moshkull dhe ai të unë ose hiç. Po. Okej, unë e di që evoluojnë, ndryshojnë gjatë rrugës, po do të me ditë me kop dizgina që mos me lshu shumë larg as shumë afër, që mos me gulfat. Që zhaj lovi tërheke mos e këput. Ç'ashtu diçka? Ja do me provu mu? IVF-na? Unë i kum kry IVF-in, i kum ngri ata që kum dosh me ngri, e tash metet surprizë. Apo bosh në 2026? Nëse do zoti po. Inshallah gjëll. Kismet. Po mo të gjëll të nditëm për nëntë, në s'besaj që ki kotim. Jo, i kanë 4 orë në gjumë, natën që jam shtrat. Vish 4 flan njëra. 4-5 orë balë. Që po të ndima shumë, që me bon shpe. Si Kobe Bryant, edhe ai çështë ka 4 orë flajke. Po unë mendoj. Po dhe çështë ka thënë Kobe Bryant. Unë mendoj që një ora 12 një flaj, unë në 5 veç 5:30 jam kom. Po në më. E vesh në rrugullume, lyme dhe në 6:30 unë dal për shtëpis. Një familë se të suksesshme, që ka shumë punë. Sa po kesh që shë dha di që shumë shumë. Jo, për në me. Faleminderit shumë, po A+ Medical Solution, faleminderit zaman. Sto e frina se s'na kanë jep pore. Ajo. Po gjëll, reklam pa pore. A+ pa pore, këtë. Hajde hëpë më më qofë. Ja, zamër të edhen që në të kom averizë dhe qatë dush bojna për ty. Po, që kështu thonë është, a e vini familës si të një person që e ki friend with benefits? Jo. Pse? Që nuk mendoj që ekziston. Unë nuk mendoj që
Ka lidhje friends with benefits. Pa orë në njëni djenja të cëlen. Tani bëhet puna pa A të lidhje. ka ndodhë në arme pas friend me benefits e ma? Jo, sepse unë lidhet i kam te edhin që unë jam jashtë kamerave, te ma njef pa karakterin edhe unë njef që 20 vjetë. Edhin që shoshni tonë, kira pat shumë njerë që ka ndosht gjullin edhe ka ndosht lidhjet e tjerë. Unë pa e ditë sigur që unë pedu qatë person edhe vërtet që mu adon zemra, po mu adon truni, po mu adon shpirti, unë nuk lidhna, dhe jam e sigurt. Okej, a ka ndodhur ndonjëherë gabime që ndoshta kem paramenduar se çaj person ka me kon një çun që kemu lidhte me to edhe në fund nuk u bë për shkak arsyeve ndryshme, po e vërtet. Po nuk mendoj që ka friends with benefits, veç e rën vetë njeriu. Se mundesh nevojat e tua, nevojat tua mundesh me kry sot ka halete çfarë dush. So halete i kishe. Nuk është rëndësi. O, ke të pijen ma shlyve, be ma frisën që atë gjullin të shtina në punë pak. Nuk se kam problem heq. A ke pas nërë one night stand njëri? Mm-mm. Kur? Mm-mm. Kur? Kur? Dhe jam shumë krenore që edhe nuk i paragjykoj as, nuk i tham që është e keqe e mira. Kush don që të le të bën, që ndihet mirë. Unë jam një njeri gafore, na jena shumë sentimentale, na kena qef ledhatime, mesazha, dhurata, me ditë që na jena shumë rëndësishëm për çat person. Kështu që për mu one night stand suart kur në pyetje, se për 24 orë gjuri nuk e bën për vite. S'ka mujt kë, për 4 vete le mo. Veç që dorën ma nalë se pe prek. Se po na len Ronaldo pa familje. Ja, i ka kry 6.000 ka vo, 5 i ka. A mo pa zotën bëll kështë Ishëm shkua? A dhe pse ti ma e mirë njëre. Faleminderit. Kë ka hup. Faleminderit. Kështë bo do kjerë që te i kështë parku. Po qa është, ajo është të neqe. Qa të vynë të neqe kur ti nuk e ki, nështë atë qetësinë, dashurinë që për shembull kur i flas fëmijëve të mi shqip nesra. E partneri jam mos me kon shqiptar, nuk e din gjuhën shqipe, nuk e din pse unë për shembull u mdalin lot kur e ndëgjoj këngën e shkurtë e Fejzës për shembull, morra fjalë. Ti s'mundesh mia mbjell ndjenjat që ti ke përjetu kur ai personi as nuk ta fol gjuhën shqipe. Të shkon portugeze kështu po sa në Gjulinjo. Gjulinjo. E ma kujtove çto morra fjalë, pse the ka ardhur në duka që nuk të nje. As dhe ke me rondela, a njëre? Unë njerë flas. A i dhe moho, i ke valoj zhele. Sko, golla, ju sa njeri ka mohu, i ka ndollë tani 10 fëmijë masanenaj princit Albertit Monakos. I ka mohu, i ka mohu, po pastaj kur i ka bo gjakun që Liza, po me doj genetiken me siguru që është fëmija e ti, i ka dollë një 3-4 fëmijë masanenaj. Princ Alberti? Po, Prince Albert. Jo nuk e njeh Prince Albert, inshallah kur nuk e njeh, sa është njëri s'm pëlqen. E kallzëm qa ke puna që ati mbi ndërtimit, që shdeshë me bo shpimi banes që ta Jo, nuk ka, te dim fort mirë se i shoki jame, unë kum dosht ato me bo pitet e gjurit një reklam të madhe, e pa të mbo gati, edhe një farë keq kuptimi me komun, po bëhet se shpejt edhe ajo. A do me thonë nuk ta kanë rënua? Jo, kanë rënua atë katin ma të naltin, që nuk është kat, është shtyllat për me mojt 10 metra me 5 metra atë farë qashtë ajo ledi, qashtë ajo reklamen, si TV. Ti ke posë reklam të pitës me qitë LED? Po dhe LED, se s'pja djemrin. E manej a këshit që të ndela? Se dim, sa shtrënësia është e kalume, harrume, tash Po kësmet. se du loj me atë gjullit. Po bre, po kanë marak të din për klikime i bojnë shumë sene. A më gjëllë dorën zemër se bashkë po kom që mundur lidhë shtu, a menon që pe ketë bigav haloj e fem në ma enë? Për një me njëre? Unë nuk muj me thonë këtë sen. Në ashtë ta mas 2 muje po hargjohen, të s'po Publiku e hargjohen. thetë këtë sen. Unë që 20 vjetë jam do të të para kamera, nëse faktikisht jam edhe ma gjatë. Që ke ronke, para 20 vjetë e kom para kamera, po pëtën të qysh. Po dhe po jem konë edhe para 36 viteve kur jem konë modele në filion. Do të nëse tash i kam 37 vjetë, për bjen 2-3 vjetë jem konë kur e kom bo për herë të parë shootingin e parë. Kështu që unë gjithmonë kum ronë sy, edhe pse unë nashta kamera nuk e kum lyp, po kamera ka lyp mu. Janë të njerëzit tjesht që e don kamera vlla. E vërtet. Edhe unë nuk është që e lypi, po Big Brother e mur hovi vet. Misat pastaj e morën hovin e vet. Pastaj qëto videot, fotot me njerëz fytyra publike e bënë ndë veten. Jo që unë e lypi këtë sen, po ndodhin këto sene. Edhe unë nuk jam për aty me femrave që runa ju mos e postoni foto, mos e posto. A jam me ty që sa qëto? Po, postoj e mos tani. Unë e di që jam me pastër në dërgjegje tam që unë kur e tham diçka e di që është 100% korrekt. Njerëzit që dojnë me mohu ose me ndryshu muhabetin, si për shembull Big Brother, si te din që unë kam qenë lidhje para se me një Big Brother, e mohoj ke.
Fond dolin fotot që na kish kop një paparazzi, një fan si tina në Londër. Do thot mos e moho se tani ti del rënc. E tani publiku veç për shta nuk dohet me rajt. Se e vërteta gjithmonë del në shesh. Edhe gjithmonë nona the ke rënë ti kom të shkurtë, rëna e kom të shkurtë. Mirë kisha të nom. Shumë është e mirë. Shumë është e zoja. Fola nona Gjulit. E kush bodhu që ka gjosa me fitu që të beka, e to e këshyra, po të pëlqen kështu? O valla, unë mendoj që biku ma i shëmtut deri me tani që kum po na herë që kë. Për një me? Nga banor, do të thotë unë me gjithë shef lëndrimit ja kësha jap fitusin me konë si vjetë, po fatkeqësisht nuk kam e fituaj. Apo thu që s'kan mja bo me hile njëre, a? Jo me hile, unë mendoj që thjesht kanë lënë njerëzit pare ma shumë jashtë kush me hi top të rishën. Se fundja tjetë, din që porja ato e dalë. Unë menej që ma shumë është çka të ndodh jashtë kur jetë mrena, nuk është shumë qa bënd të mrena. Porja jashtë. Unë mendoj që ato 100.000 ose 150 ose sa do që jashtë buxheti. Unë për shembull 2 fesh më shumë kum bo pare, vish me reklama, pe që më dal pe Big Brother për 3 vjet, edhe kum bo fabrikën. Do thotë, ti mundesh me shfrytzu imazhin për të mirë, po flas shfrytëzim, investu në biznes edhe mi ruaj ato parë dhe me bë diçka më të mirë, më të madhe. Sa ka Gjuli në reklam? Po tash, varet. Po reklama më thjesht shkon diku 2500-3000. Në foto, në story, a? Në story është pak ma lirë, normalisht ajo rrim veç 24 orë, po dëmë dhe të muj kontrata që është një videoklip për dikan, shkon dikon që to. Po nuk jam meshtra, se kam qef me kon për tokë, a? Për tokë dhe do të me ditë që unë mu ma shumë të më kërkojnë Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, tani Zvisa, Gjermania kanë qimime tjetër. Pa normal, sa tja shkon pasuli me ka dy rahoda atje. Po te po jam jashtë, do të që mos me keq kuptu njerëzit për Zvicër, për Gjermani, çmimin e Kosovës. Ama definitivisht si vjet biko për një me pak si u bastardu. Nuk e di, unë mendoj që kanë shit shumë pornografi, për Puthen style, kanë shit shumë njerëzive që bërtazin, kur gjë nuk thojnë, për mua shumë e rëndësishme që një njeri kur hyn mrena me tregu historia, me tregu dhimbje, me tregu sakrifica, me jep motivacion për jashtë, me tregu rinis që hey, shefe ku jam unë sot, dhe ti mundesh me kanë, me jep dashni përmes kamerave, me jep dashni një person që është të shku një kohë shumë të vështirë. E për mu që ajo është më e rëndësishme, për mu ka qenë fuqizimi i gruas. Na gruas. pak më të mojtë, no, ti për shembull kështu ballekall dje, po seks nuk patë bu mrena. Jo, se po patë mojtë. Tamam puna. Jo, unë mendoj që ju mojtë edhe me shumë gjëra, për shembull edhe pse njerëzit ndoshta të kanë shojt, unë për shembull peguesem kur s'ka dal një fjalë ofenduese. Se unë në jetën reale pak shojt, e din këtë sa në bajsin hajgare, po në jetën e Big Brother, kur as një fjallë nuk ka pështu që me thone e kum shoh me nonë ose me familjes, me najsen. Se unë mendoj që ti je pasqyrja me e bukur e familjes tonë. E vërtet. Edhe do të me kuptu që ti nuk je në këtë botë veç vetë, je arë pe një nonë pe një bobe, punë e madhe për vllai motër, po për pakten, për prind, ka shpeshherë do të me rrudh gojen për mos me fol. Ata e kanë si pasojë. Normal, dhe çdo herë që është na i sen që montohet ose që është reale, e paret njerëzve ja çojnë prindëve që çika jote. E shpeshherë edhe pse unë jam shumë individ që i kam thonë prindëve, ngom, ju e dini që kja jam une, qështu ata e din çfarë vojze kanë rrit, janë shumë krenor me mu, po shpeshherë artificialja, do të thotë AI, mundet me, se këta normal pesh nuk i kuptojnë është ta krejt qëto AI, po mundet sot me bo çmos, me fytyrën tonë, me zonin tonë, me trupin tonë, pa konti vërtet. Do me thonë gjëllë edhe pse nuk ke fitu bigun, po thu që ke bu... Unë e kom fitu me temen edhe publiku këte, den edhe publikut zgjedh ty fitus. Nuk zgjedh ty as produksioni, as nuk zgjedh ty kërkusheq. Gjëllë, të urej shumë sukses me pite, po na alo se kena kry podcastin, se tash e kena pjesën ma të mirë. Hajde. Ku jem pjesa 2 lojeva që i kena, loja porë shata shok, do me thonë këtu e kena Don Julian. Unë e kom të jap ty 2 opcione, të ja ki mu përgjigj, ja ki me pi një shot. Po te di që s'pi alkohol. Ani pra dush mu përgjigj. Kështë që të s'pen alkohol, unë e po pi në vend teje. Hajde të pina fisin. Tja të regoj të dela në këtina live. Zhëll. Hajde. Ku je be? Që ti? Apo kalojna. Të të pra 20 viti ju edhe ta është tham ju. Jo, përse kërë sa kom lyp. Ja. Para 20 viti. Pa ta pilqy, para 20 viti, ja? A ne moj men kërë a më me njerë kërë një po shku një farë spja për me një diskotekin Prishtin, që i rëdhe me dë shuk të tu. Ko gjo pa të nëzoj që atë? Pa të orë të shpia në jërë. Jo, ne ko ju mordë me lu basketball. Keshe basket e... Nonën e fisit e kam shumë haver. Po, e vërteta. Edhe haj, kojtini me pite që ja pruna shpe? Po, 3 jate kena hongër. A një cëla keve mirë spinaq, dja thamish. Valoj me spinaq nga pëqë.
Edhe unë e kam favorite Ashta që jam spinaq. pak si popoj. Gjëllë, që të përgjishën këtë pyjtë të në këtë Hajde. pishet shëtë. Hajde. Shkojna. Moderator ma e mirë Ledion Lisha a Laudine? Shit. Alaudini u pëlqen për shumë gjona, po Ledioni është ma për ekran. Din ma mirë mund nxjerr për situatave dhe ka shumë artikulim. Ki Qipërisë e kanë këtë gjë, jo veç Ledioni. Thëjke një shok jemi, thëjke, a ke po këto femnat e Shqipnis edhe receptën e doktorët me ta kalzu që po dek, tërhekin. Edhe 2 javë do të vdisni, ama ka një varzoni dëshyrë. Din mu Din pak më lasdrua. Lasdru. Ledione e po më pëlqen që ato quotes në Po, fund. shumë të mira, edhe unë gjithmonë janë dëgjoj edhe ja kam ba dhe share 2-3 herë. Edhe Ledioni kam shumë për qejfi, se unë kam qenë edhe në Shqipëri të Dancing with the Stars. Ledioni ka qenë i vetmi që ka ardhë, ka pyet, he, si jeni, a jeni lodh, se ka di që i nana të Kosovës, edhe unë bike me udhtu kogja. E për qëto gafët e Jonidës që bën, menimi ki. E mirë është Jonida. Si ke mirë Jonida. Okej, shkojna me pyetjen tjetër. Lejtare ma e mirë, a u konë Gjuli, a Olta Gixhari në Shqipni? Gjuli. Po njëre, a? Gjuli 100 herë më mirë se Olta Gixhari. Olta i ka ato gafet e veta, te kisha pa të një luiz mrena, kisha ditë mi ju tërgu që ka kishëm bo. Te ke po stresën. Po e kom pas stresë, për stresi është 80% nuk ka sa luizi. Po thu njëre. Unë po të shumë aftësi me bo shumë gjona tjera, po s'ka po të lojtar. A o kja se për shembull Batmanit që i ka vitë Jokeri, edhe Jokerit Batmani, edhe Olta me Luizin. Qa shtu kon? E vërtet. Unë mendoj që Olta kur s'ishtë dolën pa aq mirë, pa Luizin, as Luizi pa Oltën. Ja, po të pëlqen Olta dhe Leonora si mod... Leonora, shumë e du, edhe shumë po pëlqen për dosane, shumë të rakta. Vishë e Drenicës, a? Jo, nuk është që është vishë e Drenicës, po është yll femen, është edhe nga truni, edhe nga trupi, edhe nga shpirti, edhe në të në mënyrët. E Olta, po të pëlqen si opinionist? Unë mendoj që gjysën e kohës Big Brotherit aja garant nuk e këshyr Big Brotherin, se ka herë komenton ja po thuj që vish vjen mi kop dhe leke e ca? Sta shumë ashtë të tjethe. Po vish po të vesë që na muhabet, po bujna. Edi Roma, Albin Kurti... Edi Roma. Po shpejt e the. Edi Roma, vazhdojnë në pyetje tjetër. E pse gjëllja e kallëzan pak? Sepse është i përgatitur shumë ma shumë se sa ju. A s'pëlqen Albini, a? Jo që s'm pëlqen, se ka vetit mira Albini, po nuk më pëlqen politikën që ka bë kohët e fundit Kosovë. Okej. Edhe thjesht Ndo këta e pak rrymen që ka shtrajtu pak. Rrymen e gjithçka u shtrajtu edhe mu veç unë mendoj që një politikan i mirë i Kosovës është një politikan që ja din hallet njerëzve që jetojnë, shqiptarëve të Kosovës ose çdo njeri që jeton në Kosovë. A kisha hongër një pije me Albinin? Po, nuk më hongër dorë edhe më herët me Albinin në Londër kur ka qenë para zgjedhjeve. Po një ma? Po, edhe është unë e pëlqej shumë trunin e tina, është shumë i lexuar, është e din shumë sene për histori, unë pëlqen shumë nga ona e trunit, po nga politikën nuk mendoj që është për politikën. Mendoj kjo është mendimi im personal. E me Edi Romën a kenajt nërë? A të viraliteta? S'po flas shumë se tani. A po të viralitet, po është laf, po të bëjë të tranove. Po, s'moj mi thonë krejt. Po, a kenajt nërë vlogën? Po, kena najt me Edin. Ku keni najt? Tiranë. Kafe, a dorë ka, qa? Po tash, kena najt. A kinë telefon? Vlovin e Edit e kam. Okej. Cili o personi ma i famshëm që i kinë kontakt listë? Shqiptar dhe i huje. S'po përgjigjna. Ka shumë. Nështë për të huj, normal tash për lidhe me biznes mund vyn një njeri shumë i zoti, që është në Saudi Arabi, që mundet me mishti pitet e gjulit në krejt Arabin. Ajo është një bilioner, që e mora numrin përmes një drejtorit një restorantit shumë luksos në Londër, ai menaxheri është shqiptar, e ai e ka shok qatë njeri, edhe ai është drejtori i një ka kompani dërtuse, po e ka ndërtu do të gjysën e Dubajit. Për mua ai është gjokeri ma i madh për mishti pitet në atje. A ka emën kë? Ka emën, po s'keni nevojë me pyet. E ç'kë personi më i famshëm, a? Tash unë po vrej, tash pyetja bëhet çka i thu famshëm. Gjëllën e nuk të veta cila personi që ka parë më shumë jo, të kontakt listë. Famshëm për mua është që më duhet më shumë të. Ç'është për mua më i famshëm? A ne shqiptar? E shqiptar këta që janë në Hog. Ç'gjë? Për mua ata janë më të famshmit. E ki kontakt listë, po ves. Apo, a? A fol me ta gjitha? Po Drenisës janë që mos mi patën e.
Bili përshëndes kur dalin jashtë të shpejti kanë me dalë në shtaverës, kështu që kanë me pona shta këtë emision, edhe përshëndes edhe inshallah liria ju prat juve, se liria ju pa juve si shkon liri. E me këtë ladrovzën, a ki mua bet? Po i dërnisa që mos me kona këtë jena një brëm. Po, e vërtet. Ja, tepër, mu shumë po pëlqen edhe shumë i fjales. A e ke quna e pitën, Arxhel? Pita si kum qua akoma se është zërë me në gjetë mu edhe ato njëjtin vend kohët e fundit, po kësmet edhe, pitet ja bën gruja, ja bën familja akoma. Okej, Xhel, ketu përgjigje, kështu që pe pi. Hajde pije ti boft mirë. A menon që edhe qan do të me vesh këpuca? Kur është dimër patjetër do të me vesh edhe kur është plus 40 patjetër do të me vesh, se i kollën shputat. A e vesh qanin të ndë? Po. Bili heq ma larë para 2 ditë në Gjermani, kur kesh shkova një market kështu të qanëve, shop, i bleva 3 por tesha dimrit, ato këpucat që po do ketë qanit me jaqit, ja bleva një singjir 3. Sot kushton me mbojtja qanit në muj? Ja kam bashkëpunim me një pet shop. A menon që doni me pi një kafe me vedatën e mos qaru? Unë e sharuna me to edhe pina kove vetëm kur ai ka ro pishman për ato që ka thonë edhe kërkon publikisht falje. Se është bobi 2 vojzave vet, edhe tash që kum dëgju se çfarë personi për një me ish jashtë, që ku morë edhe fakte, mos kam nevojë as më ullës, në njëri i ult që i ka letrat me një rëmunk në Itali, që e rrin grune vet. Këto nuk janë aludime, po janë të vërteta, që i kom po me letra. E një njëri që përdor gjëran narkotike dhe tregon familjare, anena i krenin për mu nuk është i vlefshëm. Një njëri që vjedh edhe i ka la shokët e vet, ekipes, pa lek, e ka vjedh pare për mu e njëri nuk është njëri. Kështu që as nuk du mu sharu, as nuk du me të Gjela po thu që shtojnë të vërteta. Po të vërteta se i kum po me fakte, se mos t'ishin kom fakte s'kisha fol publikisht. Se du mu mojt para se mu fol publikisht. Se mund të më torë batia. E kur vjen pa dia tani ja qet letrat dokumentet, ja ku janë. Me fakte. Do me thonë nuk e shenë të ardhme një takim të mund shumë me vedatën që ju më ndreqë. S'kena nevoj, kur gjëna, na një ndreq t'jena, a i njëtën vetë, njëtën të. A menon që seksi do të me konë aktivitet veç i natës? Jo, as pak. Seksi është një mesazh, seksi është një ledhatim, një buzëqeshje, një puthje, një sesion i një sesion. Një tur. Një sesion. A më pu, ama menon që do të në mëngjes, a vish i natës? Jo, unë mendoj kur do që ty të bëhet. Me Gjullin do shmë shumë pesë, kjo të në 5 e gjysë del. Ska në me Gjullin me që quhet vetë. Të e bu burë Gjullit alarmin në 4 në nëzonë Gjullin se kia bune dul për shpis nuk thejet pa i bu nja 2.000 euro. Sa i keqë je. Unë mendoj që seksi është gjëja më e bukur. Unë kur flas për seksin nuk e flas seksin si sesion tik. Unë flas që marrëdhënia seksuale do të më kon kur 2 persona vërtet duhen, vlerësohen, respektohen, kanë kimi. Për shembull, trupi jot është si e shajt, ose si një shumë e shajt. Ti normal që gjërat e shajta nuk i lën gjithkujna në dorë. Edhe ti unë si femën, gjithmonë i bëj apel femrave, respektoni veten, respektoni trupin tënd, dinjitetin tënd, qenjen tënde. Dhe pastaj ti e lejon dikan me bë dashni me ty që të meriton. Pa të merituar mos e lejo. Sepse unë mendoj që marrëdhënia është me jep energji dhe me marr energji. Energjia jam është shumë e vlefshme. Unë nuk du me jep energji një njëri që nuk e meriton. Edhe unë do të me marr energji të mirë për personin tjetër. Do thot respekt, vlerësim, psikikisht, fizikisht, emocionalisht, të na investimet me bënë mu. Se unë e bëj njëjtin gjë për to. Për mu, partneri jam është... Gjëllë ti je pak old school ndo sena. Unë jam shumë old school për të sena. Nuk e shojnë të të se ti je pak ka njëre qaravesht në publik. Jo, nuk jam e qaravesht, unë vish jam vetvetja dhe jam e thjesht edhe jam shumë transparente. Unë nuk moj moska si krejt tjerat, që dolin para kamera se thojnë, unë e kështu, unë ashtu, si të mbyllet dera podcastet, do të ndryshe bojnë. Unë nuk e du atë sen, unë e du me kon reale, që kjo unë ka mojt mu gjallë, qështu e dojnë gjulin njerëzit, qështu e du veten, edhe vazhdoj me kon e një. Virginiteti nuk ekziston. Po nuk ekziston virginiteti, sepse ti me bo pak research e din që edhe meshkujt edhe femrat është hera por që e bojnë diçka, ti mund me pyet kur e ke bo për herë të parë me një njeri që ke dasht, marrëdhënien seksuale, po jo virginitet se nuk ekziston virginiteti. Çfarë ekziston? 99% femrave nuk i del gjak. Çai thua sojna? Është një myelin, një pshtjellës që do fenua e kanë do se kanë. Do jam elastike do s'jan.
Kaq, shumë e thjesht. Është veç hera por e moshkullit, është hera por e femrës. Kur e ke pas herën e parë, dhe se mos ma zgatë që është Po jo, po se pyetja ke pa lidhje, për çfarë ta zgata. Që më ta shpjegoj dhe më shpjegoj njerëzve tjerë ashtu që nuk e din. Ka u baku. Kur i kum pat 20 Miss Kosova kur unë kanë 2010 për Miss Kosova. Sa viti ke pas? 20 pa i bën 22, çat muj u kanë 22. Dej me 22 vjetë s'ke bu sa. Unë jam shumë old fashion. Edhe unë ndokna që jam shumë e qeltër e kështu, po kur vjen puna tek familja, te respekti, tek trupi jam, te puna jam unë me shumë jam e protector. Okej. E mbroj vetën, e mbroj aton që unë e di që kam vlerë shumë. Me 22 vjetë mi abo safe të bravo gjellë. Jo që është bravo, se ka plot qika që nuk e gjej dikan që ja vlen me bonë, nuk e kum gjetë deri atëherë dhe kaq. Okej. Shkojna. A menon që është okej djenë me ditë me këty tango edhe salsa? Yes, of course. Unë shokët më të mirë që i kam ditë me këty tango dhe salsa. Edhe adoroj që i livrit Beli shumë. A të pëlqen frajerët me ditë me këty? Po, patjetër, unë mendoj që vallëzimi në çift është paraloj e marrëdhënies seksuale. Interesant që ke. Një njeri që nuk din me kësy, zbesoj që S'den. s'po tham. Gjëll, a je single më rështash? Single, ja? Single ti. Single asloni. Ja, unë mendoj që jam një moment që jam e martune me punë, me fabrikë, me suksese, me arritje. A ka shumë kërkesa prej gjinis kundër për takime, po patjetër, a dal shpesh herë, apo atakona me njerëz shumë rrallëses, po premton koha, po unë mendoj që është e bukur dhe shëndetshme me po dikan që të qenë mirë mëngjesi, o yll bote, natën mirë o yll bote, kështu që Që ke fjollë yll bote po të pëlqejka. shumë e du. Yll bote Nesër është. sa bako më ta shkrush. Jo. Amo pi meje s'ta therë, dish se më kia verë. Sa i ke gjeje, ma ty du kështë se t'kam haver. Kam haverica dhe ne. Po dhma be njerë se që shotu këshirë gjënoj. Mos tani mbitë se foli me te. Pe nesër e di në kurs me mësu shqip. Po të bojna shqiptarë. Gjëll falderit shumë që kem podcast. E di që e ka gja bezi me pite, me kitë këto që i bën. Unë nuk nosha që ki diçka me thonë, liresht. Vish po du me thonë që për kretë ata që e shofin këtë intervist, çfarë do që ondra ata kanë, mos t'jekin dorë kur për ondrave tyre, çfarë do sa e vështirë që t'jetë, ku do që t'janë, çfarë do situate që t'janë, sa të ndërmum që janë, po kur e ki pasionin për një punë ose për një gjë, mos jek dorë kur. Kështu që suksese juve, po më pëlqen shumë e reja veni i podcastit, shumë nice e pas një të bosh, tash pohojna pite si jam të Po, diku. po, se edhe këta kamermona të nditën më kanë bëha, vjen me pite, a vjen me pite. Të nditën s'kanë hungër, qëre ondrat njekni, po ka njerë duni me kuptu që edhe ondrat s'moni mi bu realitet krejt, për shembull Ronaldo ka dosh më martu me Gjulin, po s'ka mujti shkreti, me neve ke kështu që jam Gjuli Nura, kësaj rojna shumë sukses, gjithashtu edhe neve pak sukses, na vitë shime javën tjetër. Peace.